Me synim ruajtjen dhe trashëgiminë e xhubletës në koplik të Malësisë së Madhe është hapur klasa e xhubletës. Ky projekt i realizuar nga UNESCO dhe Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe ka mbledhur fillimisht 13 gra dhe vajza të zonës, të cilat po mësojnë teknikën e ndërlikuar të krijimit të kësaj veshje unike tradicionale. Mjeshtria File Kola, e vetmi artizane e mbetur në Malësinë e Madhe që e zotron diebërjen e xhubletës, por realizon trajnimin. Unë jam dieberse e xhubletës, puna ime ka shkuar si dieberse deri në UNESCO, pavarësisht se këtu kena rrugë solo. Por jam përkushtuar edhe i përkushtohem të jap më të mirën e mundshme, që edhe gratë, unë jam e vjetër për vetin, jam 72 vjeçë, që të jap më të mirën e mundshme, që këto gra, edhe këto vajza që i trajnojmë na sot të marrin punimin, të marrin dijen e punimit xhubletës. Pra ti e ndjeberse këto, edhe këto si vetë. Pjesëmarrësit e trajnimit tashmë kanë përvetësuar disa nga teknikat kryesore të punës dhe shprehen të entuziazmuara për të çuar përpara këtë zanat të rrallë. Është një profesion që zonja na ka mësuar me shumë pasion, dhe na kena kap secilin prej proceseve, edhe kena arrit me bë me durët tona diçka xhubletet, që për mua është një honor si për shumë tjerë ato. Nanat tona i kanë përdorur gjithmonë xhubletat, ka kanë ngjarë shumë e bukur, ato i kanë punu vetë dhe unë nuk e kam përjetu me punu me nanën, normal, se jena brezma i risa ato, por kisha qef me pas si ka baja. Projekti Klasa e xhubletës jo vetëm që ofron mundësi punësimi për gratë dhe vajzat e zonës, por gjithashtu garanton vijimsinë e traditës së bërjes së xhubletës, një nga veshjet më karakteristike të grave të veriut të Shqipërisë. Xhubleta, një trashëgimi e çmuar kulturore, u mor në mbrojtjen e UNESCO-s në vitin 2022, duke i dhënë asaj vlerësimin e duhur si një simbol i identitetit shqiptar.